Asnjëra. Oh my gosh. No! Oh my God! Përshëndetje, shikus të dashur. Po fillojmë edhe me një emision, ku në këtë emision do të ketë debat, do të ketë bukuri, do të ketë përlamje, do të ketë dashuri, kënaqësi, gjithçka. E ku? Veç në Shqip Star. Sonte, kena me gjithë kush është misi. Pra, kush është më e bukura. Se ne, si shqiptar, misi kuptojmë diçka e bukur. Dhe sonte do të ketë bukuri në Shqip Star. Bukuri! Po, a mu e bëj vetë këto? Jo. Atëherë me duhen kush? Juria. Juria, mirë se vini. Welcome! Domi! Ku je më? Që bonë? Si je? Mirë, të jeti? Po, shumë mirë, energy my fucking po. Si gjithë, bravo. Caka. Vendi për juve. Famdesh shumë. Jona. Qysh je? Si kalove? Mirë, të je mirë. Mirë po dukesh? Faleminderit. Dinamik, e fortë, gjithë, e bukur. S'linë më i bukur. Kush është më i bukur unë atë? Kush është? Pasqyre, kush është më i bukur në botë? Që, e di. Urdhna vendi për juve. Faleminderit. Mirë mirë si kalove? Mirë shumë. Qysh kalove në Shqip Starin e parë? Shumë mirë. Ta shkruaj ditë për juve? Më knash. Ma sigurt. Ma sigurt. Edhe ma strikt. Bukur po dukesh? Ekstra strikt. Bukur po dukesh? Faleminderit shumë, gjithashtu. Faleminderit. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Si kalut? Shumë mirë. Gjithçka mirë? Po duket mirë apo? Una? Shumë e fortë. Çik. A jeti mis, a jeti modësh ka je? Unë jam Mr. A Mr. Kosova. Yes, Mr. Kosova. Hajde. I am Mr. Kosova. Vazhdoj. Qysh kalut rrugës? Shumë mirë. Shumë super. Keni qenë mirë këtë javë? Shumë. Kush po mungon? Shik. Gjithmonë Pak vënova e shtu taj. harru. S'ka lidhje, po dhe Aha. që mungon ai? Po, ku je? Më falë, bese, pra më kom hongër pasol edhe, më falë. Po qysh han pasur kur e di që kemi ardhur në mision? Më falë nise. Pasol edhe ti një. Het, ku ke di tash? Na veture kesh. Qashtu për qashtu. Kam një surprizë për ty. Flamuri, e ka bërë flamurin, që kam ditinjën ditën e flamurit. Shqipërin e dua se jam shqipëtar. Kosovën e dua se jam Kosovar. Shqiperin e dua se jam shqiptar. Hajde! Kosovën e dua se jam. Kosova. Fal. A ban me puth flamurin. Ama jo në buzë, në faqe, po se në buzë. O, jo ty po flamurin komtar. Aha! Hajde ma puthe. Vlo, bre. Ka një nga të kitja jo! Hajde! Ula! Qile që bone? Shqipe, që shkam? O, që shkam? Feliksa. Qini? Welcome. A jeni mirë? Mirë. O, jo Qa ho, bone zemër. flamu? Atëherë, me flamurin ton kombëtar, fillojmë emisionin Shqip Star! Regjia na tregon rregullat e lojës. Shkojmë regjia, 1, 2, 3! Këtu i kemi 5 persona. Krejt po thonë që po e tregojnë të vërtetën. Detyra e juris është e qartë. Me zbulu kush po flet sinqerisht. Në çdo raund, njëri del jashtë. Nëse juria gjen të vërtetin, ata fitojnë. Po nëse gabojnë, loja humbet. Dhe ai që i mashtron krejt, fiton. Kjo është gjeje kush është. Mas regjis kthehemi te Juria. Juria, qysh kalut, si kalut, a mujtet, a munerdhet? Ladies first. Mirë, faleminderit, shpresoj që edhe jo mirë po duke krejt. Po, përpos flamurit. Edhe ti? Përpos flamurit atje krejt dog mi mirë. Qyre ma vetin nga kryin si voqë që e ke bo. Qyre unë kryti vot ty si topi ping-pong. Fred Kadole. Pa ofendime, shumë mirë Lutem, thashë jo, në more, tjipë. jo. E që ka sot? Që kena mu? Pasol për flamurit. Me misha qka? Hajni vetë pasol. O pasol jonë. Sonte kena me zgjedh misin. Do thot kena me zbulu kush është misi.
Hey, Miss Fati, you are murder. Will I love the way to sana turn? Hotter than lava, my young, you are girl. You will never ever. Sa ma dinamik, sa ma të pyetjet ma konkrete, pyetjet e forta, emisioni bum dhe kështu. Gati. Qysh jemi na? Dina? Po? Dominik? Hajde. Hajde, vazhdo. Hajde, po shkojna. Action. Ku po shkojna? S'di rje këto, ma unë rje këto. këtu. Po, këtu. Po shkojna me Ja një stash me vlas këto. Po, atëherë, shikus të dashur, ftojmë kandidatët një nga një. Ju lutem, regjia, kandidatët. Wow. Opa. Ka dale be flamur. Përshëndetje për të gjitha. Fillimisht mikrofonin. Asnjë bjonde se pasën. Me ndërqaf. Jo, valla këtë match me konan. Ma çdo bisedë që bojna kryesisht. Na fali se Juria janë duke qeshur për momentin. Qeshni. Jo, se thanë blondines paska po thash, këtë match më konan përveç këta dy. Nëse dhe flamuri Ja, është najna. Po, me çika hek flok nuk i di. Najna. Ka me mu kundër. I ku me flok tani çka? Vazhdojmë zonja Eleni. Zonjush. Përshëndetje. Përshëndetje. Po të emrin fal? Eleni. Eleni. Është emër grek në qoftë. Kalimera. Kalimera. Kalispera në këtë orë. Unë jam Eleni, vi nga jugu e Shqipërisë, nga Vlora, nuk e dija, e keni të dëgjuar Vlorën? Keni të dëgjuar? Normal, po. Okej. Jam e lindur në Greqi, edhe e rritur, edhe vitet e fundit jetoj në Zvicër. Edhe jam marrë me modelingun që 15 vjeqe, so po bëja ca photoshooting reklama për roba, edhe pastaj mora pjesë në konkursin e bukurisë në 2018 në Greqi, në Athin, edhe dola Miss Greqia në 2018. Bravo. Faleminderit. Bravo. Ke ndonjë pyetje? Tia prada në... Po, shqipimisht i prezentim për të gjitha, pastaj vazhdojmë me pyetje. Urdhno, mademoiselle. Përshëndetje, unë kam emrin Ailina, i kam 23 vjet, jam lindë e rritur në Angli, edhe kur jam konë mare, jam konë modele për lojna e sene kështu, apetin për thmina, për sene qishtë. E që ta që plak, po, normal. Qysh? Kur e konë ma e ri. Kështu që plak, po, normal. Po, edhe vitin 2024 kom fitu Miss Londër, edhe jam konë afedhin... Miss Londër në GTA në San Andreas, ku i ke fitu? Qysh? Jo, vetë me veti po folje do me... Miss Londra në 2024, Po. jes gjithë. Po. Mirë, okej, rregull, urime, suksese. Okej, faleminderit. Bravo. Që hajde, Kandidatja tjetër, vazhdojmë. Përshëndetje, Përshëndetje. unë jam Drime Berisha. Edhe herë emri më fal. Drime Berisha. Drime. Drime. Po. Wow, fare emri. Unë jam modele që 5 vjet, edhe më kanë zgjallë për Zvicër me prezentu Miss Europe Continental. Kom mas një jave, kom e bo, qëtë competition. A ki më marrë të pjesë në competition, apo veç ki me prezentu? Kom e prezentu Zvicërën, po. Ki me prezentu Zvicërën. Po, reprezente, kom 2 kontrat me një agency Gjermani, Universe One, edhe me një agency Zvicrës, Sirius Model. Edhe boja si foto në Dubai, në Zvicër, jo Marok, ondra ime është. Ti jena pjesën e gjuhës frenga, po? Po. Jetoj, voilà, exactement. Magnifique. J'habite à Lausanne, jetoj në Lausanne. Flamur. Enchanté. Tu është flamur. Flamur, të gjyrë. Enchanté. Jam e Eqrem. Mirë, ju jeni zgjedh Miss Zvicra, po? Po, kum fitu edhe më kanë zgjallë për me reprezentu Zvicër për Miss Europe Continental. Bravo. Faleminderit shumë. Shumë suksese. Faleminderit. Kandidatja tjetër me numër 4, me qenë se numri nuk e ka. Sa numre të doqë? Numri nuk e ka po une. 4. Mirë se erdhe. Përshëndetje. Përshëndetje. Shëndetje. Kandidatja numër 4 me emrin Dafina. Dafina. Wow, sa emri. Veç nuk ndoj, unë vetëm vallëzoj, kështu se në rregull. Unë jam konë Miss 23 të Miss Albania,
më thonë, 2023 Miss Albania. Po, e kam reprezentu Zvicrën, po për Kosovë, do më thonë, kam marrë pjesë si për Kosovar. Po. Bravo. Miss Erdhe, bravo. Vazhdojmë me kandidate numër 5, Dominik. Numër 5, okej, hajde. Miss Erdhe. Mirë se erdhe. Përshëndetje, unë jam Sabrina, i kam 22 vjet edhe jetoj në Irland. Ku jeton? Irland. Irland, po. Aso gjeti një vend pak ma lartë, ha? Edhe e kom fetu Missën e Irlandës 2023. Miss 2023 Irlanda. Po. Krej 2023 që ka parë. Korona u kona atëherë që kemi bojë. A është ftas aty në Irland, po alo, Po, çfarë ka po gjë? Po si njerë si koha. Ka ndryshuar A ka kurrë. shqiptar shumë atje? Ka pak, jo shumë. Në Irland ma pak. Edhe ke mujt me kalu krejt, do më thonë ti si shqiptare me fitu çmimin Po, atje. po. Wow, bravo. Respekt. Bravo. Faleminderit 22 vjet, ha? 22, po. Oh, rrësh. Faleminderit shumë. Qa po kje ti mëre? Ruaj, ha rushin unë. Flok ti tua ta redaktar i ki? Po, të mijat. A, tua. Se ka dikush, i ka redaktar. Flamur. Po këtyri. Flamur, a ka mundësi pak me koma konkret? Ti këqyri punët e tua, hajtë, ka mundësi. Unë i këqyri punët e mija dhe t'jujat. Po që shqiptarit. Kush është shefi këtu? Kush është shefi këtu? Bravo. Femina, okej, Ma bravo. ta punova. Ma mërte. Po jo, ti e shefi. Dominik, Hajde. për të 5 kandidatët që u prezentun, Po. çka mendon për shkakun në bazë prezantimit? Cila mendon që është misi? Veç kështu hajt. A din shka? Unë e din drejt, unë e s'din, ama unë mendoj qëto, Messi është... unë e haru emrin, më falë. Em të fundit ta, Sabrina. Dafina. A, Unë mendoj Dafina. qëto. Dafina? Dafina numër 4. Po, Pse është menon, Messi. pse menon se Dafina? A din se... Ku të unë e këshy qëto, unë mendoj qëto a din elegant, a din? Edhe është shumë seriosisht, edhe... Për moment unë mendoj është Messi. Për momentin, po. Po du me prit Për pak. momentin prezantim mendon që Dafina. Po. Okej, në rregull. Unë mendoj, a dhe mua. Po mos ti drejt me mendu të lutna, po. Ana? Ani bollo me ndu që tash. Ti qysh e kam një ndjenësi që është Eleni. Edhe une, bashkë kanë gjitme. Po, a? Po. Po, Ailina? A Eleni? Eleni, nga Greqia, Eleni. nga Athina. Nga Athina, që kret, që aty shihet që buri s'muj me bo dyqane për njëherë. Kjo kreti ka moti kja ru kret. Se? Po ty As asë janë venin, spjadin. as venin, as... Po unë Nese. i shënova Te krejt, edhe po... kish- Që ne ke shinu dhe s'di me lezu. E, shqiptar, drejt. Ka dalë vllavi jam se para këtyne bukurive të hupe dhe krejt gjithë qatë. A, bukuria. Po. Bukuri, so... Hajde Flamur, Flamure. Ti valla, me të kalzu drejt, që mos është trem pa më këqyrin, me të kalzu drejt, Dafina e ka me të vërtet atë... Qëndrimin. Po, qëndrimin. Po, e ka stilin, ama unë jam... e ka dhe gjëllë mingjës, po s'ka mujtë me ardhe. Po, mi është qëndrimi. Jo, unë e mendoj me të kalzu drejt, Kesh lirë. Qa po kesh, moj? Kesh lirë. Pis, ku stanin kesh lirë. mos bëjnë hajnë kujnë i gjithë. Jo, s'na latas me spjegu pse menojnë se Po është që Eleni. ti s'ka ardhën ende, Ret. Na kem të full para këtina për Po, në. kërkoj falje. Dafina, unë e mendoj që ti si e modele. Mes. Unë e mendoj, Kina mis, fjallën për mis, mes. më falë, mis, Flamur. më A më falë. pyetja është ku është për ti modeli? Misi. A, Mis. Po të cilat mendon që është misi? Ti mos e ban- Në bazë është pyetja, prezantimit. po. 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 Se na kena me pyet prap, po. Elena Kalifera. Edhe ti mendon Elena Kalispera. Elena ose Eleni. Eleni. Apo, Eleni. Ka çfarë mësues ajo këtu? Eleni. s'vjen Po, një po, Eleni ose Zonja Bukur. Zonja Zonja Bukur? Bukur? Po. Trime, po. Ja ti. Se ti keni stil kështu, apo ne kështu pak e thyme, je kështu si model Dhe apo ne. veç për topit në show ka duket. Ah, mirë. Hajt ma si ti po din ma mirë, kush është? Hajt. Unë e thash Eleni për mu sepse e ka qëndrimin që shtu. Po më duket. Edhe pja besoj çka po thot, diçka s'di pse pi besoj këtë fytyrë saj. Edhe pse pi Po. duket fytyra pak ti rrend. Ja. Po i besoj. Eleni në vitin 2000 18 kur isha 23 vjeçë. Po, është i vetmi herë që ki konkuru për model, Po. për Miss? Po. E mos, çka ki punu mas një? Pastaj kush e fiton Missin në Greqi, pastaj ka të drejtë që të konkuroj për Miss Universe.
Edhe në 2018 ishte në dhjetor në Bangkok, në Tajland. Ke qenë edhe atje? Aty vajta, po nuk arrita finalistën e 20-ve. A më pse vendose mu konkuru si Miss? Sepse që e vogël kam qenë gjithmonë shumë e gjatë, edhe më ka pëlqyer, edhe thash pse jo, pse mos ta provoj. Falë, a më ndërhy, a bën një sfilat shkurt? Una? Po. Edhe pse kanë kalu disa vite, po tash e kin gjaktin e si Miss. Besoj që ja dalim. Wow. Wow. E ka stilin, e ka. A peshe? Ka. Ja, kjo është. Kjo ke çka? Ecja, po? Po. A bën me ngallë edhe herë? Jo, ajo nuk. Ashtu s'funksionon këtë gjë. Jo. Jo, ja dhunja me ty. Tani është që ke shkurtër, jo, Me sa ta ty jam. marrësh pa. Edhe unë me ty jam, Feliksa. Që unë s'jam ju. Tash edhe tjerët? Mund të sfilatojnë dhe të tjerë. Apo Eleni, kështu, çka çush e kupton ti fjalën, jo fjalën Miss, po ne çush tut me ka misi për ty. Misi përveç bukurisë duhet të kombinoj dhe ca elemente të tjera. Për shembull, duhet të kombinoj ekuilibrin të brendshëm, vetbesim, konfidencë edhe thjeshtësi. Nuk besoj se bukuria ka të bëjë vetëm me pamjen e jashtme. Bukuria është një kombinim me pamjen e jashtme dhe ata ekuilibrin brendësor që thash. Ekuilibrin. Valla, kush mos po marrë vesh. Ekuilibrin na do të bë me ChatGPT. Ekuilibri do të thotë ne kështu balancim me drejt. Ua, që të sa mjera të Përkthim shqip. Falënderit shumë. A i plotëson ti kushtet e një misi? Una? Kjo e ka plotësu, a të thonë se e ka? Cilat kushte i plotëson ti shembull? Pse s'ta mbush Këtu që, jo, këtu që i tha, Po do me thonë flamuri, a i plotëson ti qëtu që i tha. Unë besoj se i plotësoj, ti qa beson? Nuk e kanë zgjedh flamur. Po, mire ki. Jo, në qoftë se ke një mendim tjetër, mund ta thuash. Po. A dhe që pëlqen ti, si e natural? Po, prandaj thash ti Shemë bus si ki të bome, s'ka shkel traktori, as ka gjis ajo gremza. Që ti ki të bome? Ti a i ke bo? Jo, ma kërshia që të... Jo, pëlqen si natural. Po, dhe, që e krytë si voce e ka bo. Je shumë natural, më pëlqen. Shumë faleminderit. Me disë që. A që unë e flamuri këna bo buzët edhe krytë këna bo. Okej. Sabrina, vazhdojmë. Më fala, muj mund tërhype. Patjetër. A bën edhe trimja me bën një sfilat? Hajde trimja. Sorry. Vin mikrofonit trimja. Të përkesh, të përkesh. Mirë me sërish me sfilata. Edhe Ailina në të bani sfilat, se jo? Po, normal, pianisi me sfilat. Po të? Po të këshu tokën shumë. Ti ja ke pënu në fush, dikon janë malë, nuk e di ku se shumë pe këshirë tokën. Mos e këshirë tokën, krytë të nalë. Krytë të nalë. Nejse, Po falenderit. harrusin 2023-ën. Në mbetë dhe Sabrina, hajde Sabrin? A pianis me sfilat, me njëherë tani ti bojnë atë pyqet. Okay. To walk first? Walk, Yes, yeah, walk. please. Shtu si shqiptare për do këtë se... Leç flokën për kështu. Mos u konë... A do në pak mere? Para me ndo unë e i kremin pa që të flokën kërë që i që në bo. Wow! I love it. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Sabrin, bravo. Hajde, pa tjetër. Unë mendoj tash do me eliminu dikush. Tje, kanë eliminon ti pra me që? Ailina. Apo? Ailina, më falë. Ailina. Pse unë mendoj që to ti si je model, unë mendoj ti kam su mirë që e kam bo gatin për me hin këtu, amo ti si janë ishin për të si je model. Miss. Më falë, be më Mostanin, unë të përmjësaj gjithë. Do me pi pagoj, më falë. Mjesë, shkurt e shqip. Unë të përmjësaj Mostanin edhe herë harren Miss, Dominik oke, më falë. Ti thush kjo ju. Po. O kry. Sabrina nuk është Miss. Sabrina s'është Miss. Jo. Për ty. Dhe kështu... Së të më kujtu e Vull. Sabrina. Po, as për mu Sabrina nuk është... Miss. As për mu Sabrina nuk është Miss. 3 veta, na? E qërem? As për mu Sabrina nuk është Miss. Kërkojnë falje Sabrina, faleminderit shumë që ishe prezent. Sukses. Nga juria eliminosh nga gara, ja jep mikrofonin Dafines, edhe të përshëndesim. Na falë shumë.
shqiptore ko ka pasha faj po e flamurin? E qysh Dominik, që tu s'po të kuptoj, Po vëlla që nga. ka, Ja. ku, qysh, tek, pse, Dhe me ha, thonë drejt, unë mendoj drejt. A din e ke arë këtu edhe më kam su krejt. A din qëto e kam lekzu krejt, qëto... Për mes? 100%, po, 100%. 100%. Jo, Unë mendoj, amo, unë shamola adin, amo... Jo, ti e Jam përgadit. gjiri. Mendimin Po. së aprishi. I përgadit. Pyetja e radhës për kandidatët. A don më bon edhe një herë mis ajo, a don më bon edhe që... A kështë pas që mu zgjedh mes prapë. Po. Shumë pyetje mirë. Po, pse jo? Për shkak. Pse? Pse është eksperiencë shumë e bukur edhe është për me tregu pak se veten, çfarë janë për charity projekt, çka janë domethënë këto tuat, edhe me reprezentu shtetin tonë. E me çka i tu mirë për momentin? Me çfarë? Për momentin nuk e marrë mo hiq këtë dek, do më thonë, nuk jam heq në këta, për momentin, si tha kjo edhe pares, si mësuse pak, une do më thonë, jam shumë pasionante mas vallev qyptare, tunat, do më thonë, se gjithë, edhe une... A din me lujt pendushkën? Urnë? Pendushkën, a din me lujt? Jo, jo. E di vish këto të regionë pak të Kosovës, shotën po dhe... Ama pendushkën din me lujt? Jo. Ta lush shotonin në këtina pak si... Jo, ama e kam edhe si studio temen, dhe më thonë edhe ju mësoj thmive Dafin, shka janë shqiptarë, se kanë qef me mësu, dhe më thonë, mas me ju hup edhe tradita. Dafina, Bravo. nuk mundem, shumë kisha pas qef që unë mas pari du me ba unë një valzim. Urnë? Unë du me ba një valzim mas pari vetë, apo shumë kisha pas qef edhe ty me po të valzim. A ka drejt pa? Po ki drejt, ki drejt. Shtikla, po shtikla. Që ti erë forsa, ti që mas tani. Që për shambull unë... Hajde bëj. Ama muzika ku është? Rdum, ta, ta, dum, ta, rdum, dum, ta, ta, dum, ta. He! He! Hidhe vale në lulia ime, hidhe vale li, o moj sojtale, vale, vale shqipëtare, një beqar, pa flokime mar. Bravo! Ja, mirë, Bravo! Bravo. Fëndet, se di që për do të kitja është për mu. Bravo, ja. Se ti pa të rënin ma të zërshëm. Po dhe normal, se abdin mu da shumë fort. Bravo, Dafin. Faleminderit shumë. Drime. Me dë, a me të? Me dë. A drime. Drime. Ua, sa buta. Dream, dhe me thonë të isha ondra ma shpesh. Qashtu, dream. Ondra jote, Drime. Me u bon misa, po. Ka zë drejt, mësë rajnë, ljosh. Mision, po ma shumë ti për modele experience, ma shumë e pas. Mirë, po tash me thonë, je Miss Zvicra, po. Po. Ondra jote me Miss, a ki dëshirë me thonë Miss World, Miss... shumë tjera. Po, kam qef me bo edhe Miss Universe. Universe. Yeah. Hajde bon shumë. E drime, me gjatësin tonë nuk o kanë problem mu zgjedh mis për i krejt konkurente? Sa e gjatë je? 1,72 m. Ah, okej. Për momentin s'ka shtikla. Po. Apo ti si e misa? Puna jote e fundit si mis. Qa ke punu si mis punën e fundit? Para sa kohë? Une që 5 vjet jam qëtë... Drejtim, po. E puna jote e fundit si mis? Po, qka është eksperienca fundit? Ku ke performansë? Une ku më dollë në për magazina New York, në Amerikë, edhe asi fotograf më kanë kontakt, po më bojnë adin me bo shooting foto. Aj mis... Po, ajo është mis. Që ajo është mis. Beson? Unë kështë të thonë, I miss you. I miss you too. Dafina. Urna. Pyetja njëjtë edhe për ty, së bashkë puna interesant me ditë, çfarë çmimi ke marrë, sa e paguaj, je knaqët? Nejse, na gjitha nuk e marrë pjesë për me marrë, ku me ditë sa lek. Kunora është, dhe më thonë, edhe kjo Sherpe, se thuhet kjo... Po, kjo është Po, Shërit, ha. Mis, po. Faleminderit, Shëriti. Edhe sidomos reprezentimi i, dhe më thonë, ati shteti, se reprezenton, ajo është fitimi maj madhe, dhe më thonë. A bon me ditë kështu pyetja ma vështirë që ka qenë kur je zgjedhmis? Së në ta kam po pyetja ma vështirë? Pyetja ma vështirë është kanë për mu, çka është, dhe më thonë,
charity e jutje, dhe më thonë shka ki bon ti për charity. Kjo është, dhe më thonë... Që kjo pytja? Që kjo pytja? Tema peta jo se e patëm parës, dhe më thonë është se i jam mënu me i mësu fëmijët edhe se të mos të rritur për kulturën tonë. Mos me i hup, dhe më thonë mos me i hup vlerat, kulturën edhe traditat tona. Dafina, qefi shqiptarit është me veti kanë sa i ki rogën? Sa ki rogën? Apo e ke mo? Si mis? I merë do për ju shumë. Sa? Misu? Ka një kontratë. A nuk guxon me kallëzua? Ja, nuk guxon. A ke mujt me bli vetvetes një dhuratë të vlefshme me qatë çmim që e ke fitu? Nuk është se e kam bo për vetveten. Si shaj? Po. A dikujna? Si shaj dikujna po ma shumë kam pas qef me i bo si shpendën, si thuat si mi bo. Ku i ki shpendën? Bamirs me bo. Bamirsi, faleminderit, po. Ashtë kanë si për qendra të fëmijëve, dhe më thonë qendra ku ka kafsh, Tirheim, edhe këto shka janë ma me nevoja, dhe më thonë ma nevoja të Shumë faleminderit. Une si po më nëjë një koqerë, po filloj pare. Une për veti Ailina mendoj që nuk është mis dhe votoj për ta eliminuar nga kjo garë. Ailina, e dyta do me thonë? Po. Për mu, Ailina nuk është mis, është modele ndoshta, po, dhe influencera, ma jo mis, edhe unë e bashkan gjithë. Luna? Edhe për mu, Ailina nuk është mis, amo 100% është social media influencer. I feel it. Po. Domi? E pasim kolege. Sash, e kam bo qdo dhe më thonë bravo, e kam su mirë, po adentje erda këtu edhe e kam su mirë, më ti si e mis, 100%. Edhe unë i fundit po thamë, se unë që ta shmerë fjallën e fund me pos. Po. Ma falish. Kam dhe shumë. Ti si e mis. Ailina, të gati. Për qënë se heci, ko gja bukur heci. Jo, pak jo po se... Nështë adin emocionet se bojnë pak vetën. Vam vi që edhe një sen për flamin? Por no. Se mes ki drejt më konë pak ma plot. Adin, dhe më thonë, jo shumë, për pak ma plot. Dhe më thonë, nuk ishte edhe se ka, adin, ne farë kufi, po ki drejt pak ma plot për konë. Jo e vogël, kështu? Mund është më konë edhe pak ma plot, si mes. Tu kanë sa pësën feshtë të saj. Du verstehst, was ich meine. Du musst groß genug sein, aber nicht... Also du darfst Aber Nachhilfeunterricht haben wir bei... Për shemull, Okej, stavi fashtë. Majnë moshët. Për shemull, jam pak ma i plot për mu, me ka mister, s'ka lidhja, se jam pak ma i plot. A ka kësis filata. Ka një farë kufini dhe... Se ki kry për mister. Na falë. Modelet, për shemull, janë kanë përpara me standarde shumë tolla, dhe më thonë, po miset janë kanë pak ma plota. Jo dhe shumë, dhe më thonë, për nejse tash. Gjithë të cilë nuk mund me marrë pjesë, po djetë sa është pak ma plot, edhe o të reprezentu shtetin. Dhe më thonë, nuk është puna se për me reprezentu se je ma belholla, po ma ki drejt më kanë edhe pak ma plot. Faleminderit për këshillën. Okej, ta këshillën me pra... Eleni edhe ty këtë pyetje njëjtë, pyetja më vështirë që ka bërë kur i zgjedh mes. Mua s'më kanë bërë pyetje të vështirë, më bërën një pyetje shumë të bukur që më kishin thënë në çfarë shembulli mund të japësh në vajzat e reja, sepse mis se tha Delina që nuk është 100% vetëm bukuria, edhe jam dakord me këtë mendim sepse jep një shembull, edhe shumë vajzat e reja shikojnë këtë konkurs, kështu që është mirë që të japim edhe një mesazh. Edhe pyetja që më kishin bërë është çfarë shembulli do japje vajzave të reja. Edhe përgjigjja ime ishte që ju thash që nuk mjafton vetëm bukuria që të arrish diçka në jetë, por duhet me se zbën që të kesh vetbesim, konfidencë, që të arrish qëllimet edhe të luftosh për ato. Me fjalë, duhet të japim këtë, duhet të kishim dhënë këtë në publiku në vajzat e reja. Edhe një vajzë të shihet publike. Çfarë kishe thonë ti, domethënë këshill për më bë mis? Flamurit për shembull. Mu, do bëjmë unë shembull mis. Do më bë mis, flamurit çfarë kishe thonë? Çka më kishe thonë, çka më bë spari? A më shku me një agjencion, me çu CV, puno me veten,
Ka nevojë kjo, është e Edhe vërtetë. pastaj, po, mund të aplikosh, ose meru pak me futu në një agjensi, sa për të kesh një ide, edhe pastaj apliko. Por duhet të kesh edhe punë të brendshëm, nuk është vetëm puna e jashtme. E ky mrena pak i ka punë të lekës, po me gjato... Po mrena i kam jashtë, i kam ma si rona, vetëm Unë atë do ju thoja vajzave të reja tani. Bravo, shumë bukur. Amo, një pyetje du me ja bo juve, ty edhe Dafinës. Ndoshta nuk besoj që është kështu... personale. Jo personale, po mënej, se na muna me thonë që është kësi pak... po me gjitha të për thamë. A janë për ty ma bukra fermat në Kosovë në Shqipëri? Gjithmonë më kam pëlqyer të Kosovës, nuk e di pse. Që e vogël e kam thënë që kosovarët më pëlqejnë shumë nga bukuria. Edhe është vërtet po e them me të vërtet. Se pas ke shihni. Po. Që e vogël e kam, edhe shqiptarët janë shumë të bukura, po që e vogël më kam pëlqyer. Shumë këngëtare kanë qenë dhe kosovare, kupton, dhe janë të gjitha të bukura për mua. Edhe vajzat e Tetovës janë bukura. Tetovarët, vajzat e Tetovës janë bukura. Po, do të qenë, më falë, që ju po folin veç kosovarët janë të mira, unë jam i Tetovës, edhe veç pak ta thonë, unë Tetovar jam. Shqiptarët janë të bukur si Kosova, si Tetova, si nga... Ti ki drejt, ama po kishe që... Më falë, e që unë ta përmërsaj, kërkoj falje flamur, po na, Kosovarët, Kosovë e logaritëm komplet shqiptarët e Macedonisë dhe komplet shqiptarët e Luginjës Preshevës. Ne i logaritëm shqiptarët Kosovës. Dhe kur e ndajmë, s'po du me ndohë në atë aspekt qëtu, po kur themi shqiptarët e Shqipërisë dhe të Kosovës, unë e komplet Kosovë i rrugë me Tetovë me gjitha. E ashtu po. Unë jam Tetovar, ndajt e Kosovës e prekna kur si përmendi kush Tetovar. Dafina, mund është edhe ty pyetja njëjtë, që ta mërmen janë? Cilat janë fermat pa të bukura? Unë besoj se Shqipërisë për veti mu më pëlqejnë sidomos gjua atyne, ekstrem, edhe natyra në Shqipëri, shumë më pëlqen, po si... Si femra, ma të bukura nëse morëm i qyru? Zërë kjo pyetje, edhe me ven, besoj se natë Kosovës pak ma të bukura jena. Lutna, qyre, dy kosovare, ka ma bukurima, qyre, ha? A, përshe. Jo, unë e kam qenë mire kam. Unë mendoj që ku ka shqiptar, ka bukurie, dhe kjo nuk ka... Bravo, Veç pa ta dëshirë pak, se këtu na mendojna që ka njëherë shqiptarët e Shqipërisë dojna ma shumë na se ata neve. Po kjo na mësoj që edhe këta na duhet neve shumë. Dhe shumë që na dha këtë kompliment. Fjalla ju i thonë e kreva, unë mos flasë. Eliksa, hajde. Për Drimen e kam edhe një pyetje. Po? Ti jeton në Francë, apo? Në Zvicër, Francë, po, folim. Në Lausanne. Lausanne? Po. Valla qyteti bukur është. Po, shumë i bukur. A ka shumë shqiptar atje, po? Po. Atë njohin atje shqiptar tash që i zgjedh ti normal u bën një boom e madh. Po, gjëf ku dalim këshyrin gjinja. Po, a? Si diqysh se më kanë po. Wow! E ku... E ku të kam po në për magazina, po? Po, në për magazina, po. Tu i bo shopping. Magazina i thëni revistave, po? Po, revista. Qata se të në të magazin, kështë të një fresh. Magazin një fresh, kjo magazin. Nuk mund është më dalë kështu lirë shumë pat njoft njerëzit rrugës. Po. Ama pa bodyguard të ndel kështu? Diqysh kretë, si të më shojnë, diqysh si më kanë po më gjenë. Po. Qa po bojmë? Domi. Për mu, Drimja nuk është. Ti po më do që eliminoj Eliminon. Luna? O shumë simpatike, po. Edhe për mu Drime nuk është. Pse? Se kur ka hec, mu do pak nuk e ka atë shumë vetë besim. Pa ku konë si Po mire ko, valla. Vetë besimi ka mu. Vetë besimi pa. Jo, a është si artiste, e shë si naj film, naj rol kështu po jo mis. Edhe kështu modele. Mu për mdo këtë që është modele, a mu jo mis. Okej, ti thoje... Unë thash, mendoj që mis këta po thujnë ju. Jo, unë e eliminoj. Jo. Sorry. Okej. Na vjen keq. Faleminderit shumë. Drime. Bye. Unë isha me ty, po këta... Ai... Që ke gabim?
Dominik. Hajde. Deshte diçka, më duket se po të shën fytyrë që nuk je kam A din shka, unë kam një ide. Hajde ta thëshë. Gota, shveç pak. Hajde. Tash do të më kësy, a din kësy edhe unë e din ku është mis. Kanë mu? Veç pak. Jo, ti si je. Hajde. Shabone si ja je mirë? Mirë. Ti si ja je mirë? Mirë. Okej. A je ti mis ajo? Po. A je? Me vërtet? Po. Se përën? Spore. Okej. Ti je mis, apo? Po. S'penimi, Ti si mikrofonin je? jemi. Ti si je? Jam. Si je? Mendimi jot. Po, unë jam zhyri, më fa, hajgari po. Amo, a je mis ajo? Jam. Ban vese e mis. Unë e di ku është. Kush është mis? Po, di. Hajde. Hajtë Dafina. kalzona. Dafina mis? Ja, po. Ha, sytë e pisi dhe kiti. Pisi Ha, vaj. Pse? Qysh pse? E di pse ke zgjedh di këta? Unë po thom Dafina, pa keq kuptime, e ka atë stilin, trupin, ma shumë se kjo, ama vetbesimin se ka si Ailin. Që ajo mungon edhe Confidence. vështirë, ama unë po mendoj që ti si je mis, Dafina. Ti po mendoj që Dafina Edhe s'është mis. për në shkruj, ti si je mis. Hajde shkruja. A do më shkruj. Ti si je mis. Unë mendoj që Dafina nuk është mis, Eleni është mis. Dy? Domi? Bon... Unë apelja me Dafina. Ti je me Dafina. Ashtë mis. Për Dafina. Po. Për çeta? Na dy jemi kështu. Felix e ti që po E, thonë? unë e thash pamin dyat mujnë më kanë. Si pas përgjigjeve, jam shumë e sigurt se Dafina nuk është, Eleni është. 3 u bona. Unë abstenoj. Kam drejt me abstenu, nuk mund mi nda për vendimin tem, s'pedi, nuk kam... Ama duhet me nda. Fix. A që ashtu? Dominik, Bashka në gjitna. kush është misi? Dafina. Dafina. Po, okej. Për mu është Dafina. U krejgona. Ama pse nuk u të mujtë mu përgjigj? Po dhe? Shumë pyetje, nuk e, she cannot remember the jury. Nuk u të ditë ma sa. Nuk ka S'është problem, problem. edhe unë, që unë jam këto si zhyri, edhe unë haru si ka emri, din, me ku t'ja Kjo njëse... s'diti hiq. Jo, po din, amo, unë mendoj ku t'ja njëse emisionin, e kam bon qëto qishka emrin, edhe për 2 minuta unë haru qishka emrin. Normal që për 2 vjet... Po haron ti se kryt e kisit Po ati kjo tjetër që 7 vite, Eleni... A din qka, Dafina është pik. Okej. Elen, Eleni. Urdhna. po më vjen shumë keq Dafin se pyetja e fundit po më anon ka Eleni, edhe unë mendoj që... E krem për një me kja, tam dhe e dlaçka. U kry. Dafina na fal. Po nuk u mbindi qa më A, bom. na, S'na binde, faleminderit shumë për Faleminderit shumë, respektin. Dafina. Me të mira. Eleni, kalispera. Eleni, na pyetje mos kem, realisht na ty të zgjodhëm mis, na mendojmë që ti je mis, Juria po mendon kështu që është mis, na vje keq Dominik që mbetet sa të thonë Nuk ka vet, po, mirë, ama nuk munda, thjesht u mundova, po thjesht mbindi. Para se me vazhdu, doni like edhe subscribe. Okej, vazhdojmë me emisionin, ftojmë kandidatë gjitha në skenë. Ju lutem kandidatën nëse ka mundësi të vini në skenë, me ndatë ekipin tonë. Ashtu si që keni qenë me radhë, faleminderit shumë, më buzëqeshje mundësisht, e di që nështë pak jeni një të zhgënjur, apo me gjithatu kjo është loja. Atëherë, jo po tani, Unë dishe të thëmë një fjallë, më falë se për ndërhy, spari jemi krejt mira e të bukra. faleminderit, bravo. E para, e dyta, dishe me kërku falje nëse ku ma pëndu dikan, po mos u prekni, se kështu e ka kjo biznesi, Fali. që jeni krejt mira, edhe tash fjalimin e ka e shrimi. Po, Juri e ndërura, më që po kërkon falje, për fymje e fali, se më ka fymë ka qkuq. Prej fillimit, Nuk e ka po për pe ty. fali, s'ka lidhje. Nuk e pak për ty. Ato është shumë serios të thaj, po ta gjitha që i thash për ty. Serios kena? Që shto tha tash ju e dini. Mas emisionit të me te. Tregoj ty. Hajtë mas 6 mujve e shek kur të mushët kryt, a në të kam dhe. Kryin si bof që atë kryin. A në rove tash, Aja, po fokusomit e qikat, na val. Nën përkujdesjen e tingujve që do t'i ban Juria dam, tik, takatak. Kush është mes? Ja, do të më Koko. Oh my god. Kush është mes? Amo ka dale. Mos dini për para. Po, një hap para, amo ju një herë, dhe sa ta bojna
kur tham 3, 2, 1, del. Kush është Miss? Del një hap para. Asnjëra Oh my gosh. No! Oh my god! Ka dole, moj. Wow. Ajo thash se që kjo është, ajo thash. A thash se që kjo është. Pa ora të jep një Oscar. Zlet more të rajt. Ama Eleni Oscarin me shumë ka rajt. Wow. Definitivisht wow. Se kom besu, asnjëherë. A ke besu? Jo për pamjen, se shumë e mirë është, po Tamam. veç është Çka të bindi me komis për shembull? për Elenina, Po. qëndrimi që shu përgjigj. E kjo me fjalor, me shqipin e pak problem, na problem. kallzojnë fillimet që ata nuk ka mujt nashta mu shprej, që shduhet për mja besu. Edhe kur e eci ke qëllimisht e ka bo, qëllimisht ke ec keq. Qëllimisht a ec Jo, nuk ka ec keq, po e hec kështu smooth. Po të dy qysh sotin si tur do. Jo e sigurt, po. A ke ec edhe atje që shtu, apo veç ec e këtu? Po, dhe atje ku me A e zhu në herë kështu atje? Ja, kur. Jo. Dhe inshallah marrë zot jo. Inshallah, asnjëherë jo. Që sa jemis? Që mu më kanë zgjallë pi që një vjet, po. Që një vetë, Po, që kam reprezentu për Zvicrën. Zvicrën. Po. Tash në mes. Miss Europe Continental Zvicra. Wow. Bravo. Faleminderit shumë. Bravo. A ka mundësi mikrofonin profesioni jëtë Eleni? Aktore, 100%. Aktore, po. Diplomaci kam baruar shkollën. Diplomaci, edhe ma zisë aktor politikane. Bravo, po. Aktore dhe rëndë, do më dhe. Ministre e Tiranës më njëherë. Do e mendoj, do shikoj, do aplikoj njëri dhe aty. Do e mendoj. Alinja. Ailina. Ailina, më falë. Qa fa, Halim që... Ailina. Ailina, më falë për emrin, po për më një emër shumë që... I bukur, po që problem me thonë. Okej. Qka jemi profesion në rralë? Qysh thash ma herët jam në fakultet më po mësuse. Më bë mësuse? Po. Aja ke e vërtet, a? E vërtet ke. Çfarë mësuse për fëmija? Jam vitin e por njëherë halos ti, po halos këmë A zgjedh. keni mundësi tani me zgjedh, a? Po, kena mundësi. Po. A je influencere apo veç nga thak? Jam konë pak si influencer ma herët, po i kom lana për për fakultetin. Po në mami mësuse sa influencer. Shumë suksese njët. Faleminderit shumë. Sa follower ki? Qish? Sa followers? I deleted my accounts. Bravo, Si kom pasa shumë një 5.000, 6.000, ma shumë views kom pas se followers apëtin. Po, qash. Apëtin qysh, po. Dafina. Thank you very much. Me profesion një? Unë me profesion jam shitse, dhe më thonë shes mobile. Kështu se, jo. Edhe mos më pyetni se ka di me rajtë se s'di. Kështu se, po, me profesion edhe mirë në jetën e përditshme se thash me vallëzim, po nuk i mësoj fëmijë, dhe më thonë, ndeshta pak me... Sa kështë e për djalin. Jo për ata, po veç ndeshta adin pak me ju shu pak me një rrugë ma në rësh, për me menu se baj dhe shka, po Shumë vallëzoj. Shumë faleminderit. Je pregadit shumë mirë. A e morë me vallëzim a heret? Urna? A e morë me vallëzim? Jo, përbes jam marrë me vallëzim për shkak se ndasëm më ka kesh dikush, më ka thënë s'po dishim me këcy, edhe mu e ka marrë si personalisht, si sfit për jetën teme, dhe më thonë për vetë vete, edhe i kam thënë se ndasëm tonë, dhe më thonë të vallëzoj si duhet, ose si është përstirë. Ma mirë si duhet? Jo, nuk jam e martu, më jam me një lidhje, kështu se... Bashkë në tanit, po vallëzoj shë bukur, tash, ko kemë shumë. Faleminderit shumë, Dafin. Faleminderit. Sabrina. Unë jam beautician. Dhomë të pas ke shumë bukra, dhomë. Faleminderit Si shumë. me jo me barekin. Beautician, atë mi bo thaj, qërpek. Qa mu shkime tyre me bo thajtë, se këta i kanë qifë. Kom pas bo atë në fakultet për infirmja për një vjetë, amo sun ka... Nuk ka pëlqy. Shumë faleminderit. A më falë, a jeton për një men në Irland? Po. Okej, wow. Në Irland? Irland kjo? A s'kanë thëj këta këtu me shku në Irland atje? Se di. A ki ardhë për Irland dhe këtu veç për qitë emision? Po. Bravo. Bravo. Drime.
Eja këtu të ne. Mundësisht. Urdhor. Edhe kthehemi ka kamerat bashk. Unë edhe Drimi, bashkë me Jurin, do e përmbyllum këtë emision me një duar tërhiqje të madhe për Drimen. Faleminderit. Miss Zvicra, atëherë shikus të nderuar dhe shikus të dashur, deri në emisionin e radhës shihemi bashkarisht në emisionin tani me gjithë fytyri, me misin. Përshëndetje Jurin dhe përmbyllë emisionin ti. Faleminderit shumë. Përmbyllë emisionin Shqip Star. Yeah. Shikus të nderuar, miru pafshim edhe në një emision të radhës në Shqip Star. Bye bye.